Pra vendimi së pari ka dalë në Facebook. Nuk është ndjek rruga institucionale, konsultimet jo paraprake që ne jemi. Për neve është e çuditshme dhe habitshme se ky vendim është marrë 53 ditë pasi Ministria është njoftuar. Baza ligjore në të cilën thirret Ministria është jo e saktë. Ministra në detyrë e Ministrisë së Arsimit Arberia Nagovci gjatë ditës së djeshme ka nxjerrë një vendim, përmes të cilit ka anuluar vendimin për zgjedhjen e drejtorit të Institutit Albanologjik të Kosovës. Sipas Nagovcit, ky vendim kishte shkelje të dispozitave ligjore. Ne tashmë kemi kontaktuar me drejtorin e institutit Naim Berisha, i cili për Gazetën Nacionale ka thënë se ky vendim ishte i papretshëm. Ndër të tjera, Berisha ka përdititur se do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore në lidhje me këtë vendim. Ai gjithashtu ka përdititur se tashmë i kanë kthyer edhe një përgjigje Ministrisë së Arsimit. Vendimi i Ministrisë së Arsimit për neve ka qenë befasues. Në radhë parë sepse është publikuar duke mos i shfrytzuar rrugët zyrtare të komunikimit tonë institucional. Pra vendimi së pari ka dalë në Facebook, pastaj në webfaqen e Ministrisë dhe 5 minuta para përfundimit të orarit na ka ardhur fizikisht, pra nuk është ndjek rruga institucionale, konsultimet jo paraprake që ne jemi. E dyta, për neve është e çuditshme dhe habitshme se ky vendim është marrë 53 ditë pasi Ministria është njoftuar zyrtarisht nga Instituti Albanologjik i Prishtinës për zgjedhjen e drejtorit, pra Këshilli Drejtues i Institutit, aso kohë ushtruesja e detyrës e ka njoftuar Ministrinë e Arsimit me 5 dhjetor të vitit që shkoi, që i vjen kemi të bëjmë me një afat kohor 53 ditë, jashtë afateve ligjore të parapara, dhe ne me mbledhjen që kishim sot Këshilli Drejtues, Këshilli Drejtues konstatoi se ky vendim, këto shqetësime të ngritura nga Ministria janë të pasafatshme, nuk kanë vlerë juridike sepse kemi të bëjmë me heshtje administrative. Përveç kësaj, baza ligjore në të cilën thirret Ministria është jo e saktë, nuk është e zbatueshme, pra baza ligjore vetëm e zbatueshme për funksionimin e instituteve është ligji për veprimtarinë kërkimore shkencore, statuti i institutit dhe rregulloret e brendshme. Kjo është baza ligjore e zbatueshme. Organi më i lartë udhëheqës dhe vendimar, i cili përgjigjet edhe drejtorit dhe gjitha organet është Këshilli Drejtues. Këshilli Drejtues i institutit i ka zbatuar procedurat e parapara ligjore dhe ka marrë vendim ku unë jam zgjedhur drejtor. A mendoni që veprimi i ministres Nagovci ka qenë drejt për drejt me ju? Them drejtën, nuk e di, unë nuk besoj që kam të një çështje të hapur qoftë me ministrin ASS ose me dikën nga Ministria, por në anën tjetër është pak paradoksale sepse telashet ose mos pajtimet në raportin institut masht janë tash 2 vjet, më shumë se 2 vjet. Në fund të vitit 2023 unë jam zgjedhur një herë drejtor në një proces të rregullt dhe ligjor sikur se ky i fundit. Aso ku prap kishte ndërhyrë Ministria, me dakordimin e atë kolege, unë u tërhoqa, pastaj nuk hyra në garën e radhës për ushtrues detyre, që të krijohet një hapësirë, bisede, mes palëve, ne jemi të kemi kolegës, instituti ndonë se ka autonomi funksionale dhe institucionale, ne jemi institucion kuadër të mashtit. Është zgjedhur ushtrues detyre dikush tjetër, pastaj në faza të tjera kam qenë unë ushtrues detyre. Kam dhënë ndërheqje në fund të majit vitit që shkoi, për arsyet e mia. Kur është hapur konkursi i rregullt, kam aplikuar, tash situata po përsëritet e njëjtë ose e ngjashme si në fund vitit 2023. Pa unë nuk e kuptoj se ku qëndrojnë problemet, ku janë gabimet që mund t'i kemë bërë ose instituti, gjithsesi rruga me atë sa vlerësojmë, rruga e vetme mbetet rruga ligjore. Këshilli Drejtues ka konstatuar se ato që thash, pra vendimi është i pasafatshëm, nuk ka mbështetje ligjore dhe ka vendosur që Instituti Albanologjik të drejtohet organeve të drejtësisë, këtë rast gjykatës kompetente në Prishtinë. Ne do të ndjekim të gjitha rrugët ligjore.
Kjo nuk është personale, nuk duhet të jetë personale. Nëse dikush ka paqartësi procedurale dhe administrative, ndoshta ne gabojmë, ndoshta unë gaboj, por janë organet kompetente që nuk do të na lënë të gabojmë, pra ne së shpejti brenda këtyre ditëve do t'i përgatisim të gjitha shkresat, do ta kompletojmë lëndën dhe do t'i drejtohemi gjykatës kompetente.